Mjeku çudit botën, kamomili shëron këto sëmundje në kohë rekord. Ja si ta përdorni. Çaji i kamomilit ka aftësi shumë të mira të ndihmojë trupin dhe organizmin të jetë më i qetë dhe gjithashtu edhe më i shëndetshëm. Kamomili shqiptar është një nga bimët mjekësore më të fuqishme, si pasojë e klimës dhe cilësisë së tokave ku rritet, sidomos edhe gjendjen e egër të cilën mund ta kultivoni. Sipas mjekëve dhe studiuesve, më shumë se 1 milion filxhan me çaj kamomili konsumohen çdo ditë në të gjithë botën. I kombinuar me qumshtin dhe me pak mjaltë, çaji i kamomilit i ngrohtë të gjithë organizmin, ndërsa fal qetësi mendore gjithashtu edhe shpirtërore. Por pse duhet të konsumoni çajin e kamomilit? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Qumshti i shtuar të çajit i kamomilit lidhet mjaft mirë me disa nga përbërësit e kamomilit, duke shtuar kështu edhe më shumë vlera për shëndetin tuaj. Por sa qumësht duhet të shtoni tek çaji i kamomilit? Në fakt nuk ka udhëzime të caktuara ose sugjerime të qumshtit që duhet të shtoni vetë te çaji i kamomilit. Varet gjithashtu edhe nga shija juaj personale. Megjithatë, shumica e çajrave nuk kërkojnë shumë qumësht në përgatitjen e tyre. Në përgjithësi, filloni duke shtuar një lugje dhe qumësht në çdo gotë çaj kamomili, pasi e keni zgjerrë dhe e keni kulluar atë. E përzieni me mjaltin dhe gjithashtu, nëse është e nevojshme, shtoni edhe një lugë tjetër gjelle me qumësht kamomili. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete të thjeshtë janë: 1 gotë me ujë, 2 lugë kamomili, qumësht, mjalt nëse dëshironi, gjithashtu një shije më të mirë, shtoni edhe një copë me kanellë. Ujin ku keni hedhur kamomilin e thatë e vendosni të zjejë. Hidhni brenda një shkop kanelle, më pas e lini të zjejë dhe e kulloni. Shtoni pak nga pak qumshtin sipas shijes dhe preferencës suaj. Shtoni mjaltin nëse dëshironi dhe vlerat e kësaj recete janë vërtet të larta. Thithja e avujve që përmban ekstrakti i kamomilit gjithashtu mund të jenë një zgjidhje efektive në rrugët respiratore në lehtësimin e tyre. Pasi çaji i kamomilit cilësohet si një nga zgjidhjet mjaft të mira, sidomos edhe në rastin e virozave. Kamomili është përdorur si një ilaç tradicional prej mijëra vitesh, duke qetësuar kështu problemet e ankthit dhe gjithashtu duke qetësuar dhimbjet e barkut. Ai është konsideruar si një nga bimët më të sigurta dhe përdoret në shumë kultura. Disa studime kanë treguar se përdorimi i kombinuar me bime të tjera mund të ketë përfitime të larta për shëndetin tuaj, ndaj mos nguroni që çajin e kamomilit ta keni pjesë të recetave dhe shëndetit tuaj të fortë. Megjithatë, si me çdo produkt tjetër të kombinuar, është e vështirë të thuhet se çfarë përfitimesh vijnë nga secila bimë. Por nëse është parë më parë, kamomili është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër problemeve të stresit, të vjellave, stomakut dhe gjithashtu edhe të përzierave. Dhe mos nguroni që ta keni pjesë të recetave tuaja këtë bimë mjaft të veçantë. Shpëlarja e gojës me kamomil mund të lehtësojë plagët e gojës të shkaktuar nga trajtime të ndryshme. Disa ullumtime tregojnë se kamomili mund të ndihmojë edhe në raste të tjera, si për shembull kur bëhet fjala edhe për hemoroidet, në qetësimin e problemeve të ankthit, gjithashtu edhe në rastin e problemeve të pagjundësisë. Receta me kamomil mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë produktive në këto raste, dhe mbi të gjitha do të lehtësojë komplikacionet dhe do të nxjisë një organizëm më të fortë. Kamomili mund të konsumohet sipas nevojës dhe dëshirës suaj. Ndaj në këtë video sipas Healthline do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tij përditshëm. Çaji i kamomilit do ju ndihmojë të bini në gjumë më lehtë. Një nga përfitimet më të njohura të kamomilit janë efektet e tij pozitive që ka për gjumin. Por çfarë thot studimi? Një analizë zbuloi se kamomili në fakt mund të përmirësojë cilësinë e gjumit dhe çrregullimet e ankthit. Cilësia e dobët e gjumit mundet të arrisë ankthin dhe të rezultojë gjithashtu më shumë në depresion. Ky çaj i kamomilit do të nxjisë cilësinë më të mirë të gjumit dhe do të ketë efekte afatgjata në mirëqenien tuaj mendore, duke qetësuar gjithashtu edhe nivelet e ankthit dhe të stresit, të cilat mund të ndikojnë her pas here në jetën tuaj.
Kamomili mund të përmirësojë edhe komplikacione shëndetësore të lidhura me probleme të ndryshme. Gjithashtu, një studim i vitit 2023 citoi se kamomili mund të jetë një terapi e dobishme lehtësuese kundër radikaleve të lira, ndaj nëse e përdorni atë me kujdes gjithmonë në recetat tuaja të rregullta, atëherë do të jetë një mundësi e shkëlqyer për trupin tuaj kundër radikaleve të lira. Çaji i kamomilit mund të përmirësojë sistemin tuaj tretës, citon Healthline. Një nga efektet më të zakonshme ushqyese të kamomilit është përmirësimi gjithashtu edhe i sistemit gastrointestinal. Kamomili do të qetësojë simptomat e sëmundjeve si refluksi gastroezofageal dhe të zvogëlojë inflamacionet sipas mjekësisë integrative. Mund të zvogëlojë komplikacione shëndetësore të lidhura kështu edhe me probleme të ndryshme siç janë edhe ato të diabetit. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, diabeti ju vendos në rrezik të lartë për komplikacione të tjera të rënda mjekësore, duke shkaktuar kështu humbje të shikimit, sëmundje të zemrës dhe sëmundje kronike të veshkave. Pjesërisht për shkak të efekteve të tyra antioksiduese, çaji i kamomilit mund të ndihmojë në ndërlikime shëndetësore të lidhura kryesisht edhe me diabetin. Sipas një analize, kamomili mund të ulë nivelet e ankthit dhe të stresit oksidativ dhe gjithashtu të lehtësojë kundërindikacionet dhe të kontrollojë gliceminë të personat të cilat rrezikohen nga problemet e sheqerit në gjak. Kamomili është i pasur me komponent fenolik dhe sipas një studimi të vitit 2022 në Journal of Diabetes and Metabolism Disorders, këto komponent mund të funksionojnë në gjithashtu edhe si zgjidhje efektive edhe për opsione të tjera bimore. Çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Një përfitim tjetër i kamomilit është përmirësimi i profilit të lipideve. Kolesteroli i lartë është një faktor risku për sëmundje të zemrës, kështu që çaji i kamomilit mund të përmirësojë shëndetin e zemrës, si rezultat edhe të japë një mbrojtje më të mirë efektive për organizmin tuaj, citon studimi. Çaji i kamomilit mund të kthehet në një produkt fantastik për shëndetin tuaj të zemrës. Çaji i kamomilit mund të përmirësojë gjithashtu edhe simptomat tuaja të depresionit. Siç e përmendëm edhe më herët, kamomili mund të përmirësojë simptomat e depresionit. Ndikimet pozitive të kamomilit në cilësinë e gjumit mund të zvogëlojnë gjithashtu riskun e depresionit, pasi cilësia e dobët e gjumit lidhet edhe me depresionin. Por më tepër, pirja e çajit të kamomilit mund të përmirësojë kështu cilësinë tuaj të gjumit dhe depresionit të gratë pas lindjes. Por studimet besojnë se këto përfitime do të jenë më të mira nëse e konsumoni si duhet. Çaji i kamomilit mund të cilësohet gjithashtu edhe një lehtësues shumë i mirë për femrat, sidomos gjatë periudhës menstruale. Askujt nuk i pëlqen të përballet me ngërçe dhe humore të ulët, sidomos femrat në ditët e menstruacioneve. Për fat të mirë, kamomili mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj, citon Healthline. Kamomili mund të jetë një zgjidhje efektive bimore për simptomat premenstruale. Gjithashtu, kombinimi i kamomilit me një dietë të rregullt mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i gjendjes suaj në këto ditë stresuese. Çaji i kamomilit është mirë që të konsumohet brenda normës së lejuar. 1 deri në 2 filxhan kamomili çdo ditë mund të jenë një mundësi shumë e mirë e trupit tuaj për të marrë këto përfitime. Është e rëndësishme të konsumohet si duhet dhe gjithmonë brenda normës së lejuar. Gjithashtu, çaji i kamomilit mund të kombinohet në produkte të ndryshme ushqyese dhe mund të japë rezultate fantastike edhe në rastin e problemeve tuaja të tretjes, duke ju ndihmuar që të keni një tretje më të mirë efektive dhe duke mbajtur larg gjithashtu komplikacionet që i kanosen asaj. Gjithashtu, disa studime tregojnë se përfshirja e çajit të kamomilit në dietën tuaj vetëm 1 orë përpara gjumit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër problemit të pagjumësisë. Kombinimi i çajit të kamomilit me qumësht, gjithashtu edhe me një lugë mjaltë, mund t'i shtojë vlerat e tyre. Është e rëndësishme të mos teprohet dhe të kombinohet si duhet në dietën tuaj që vlerat të jenë të plota. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.